Pas 7 vjetësh nga rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Osman Myderizi, sistemi ngrohjes është vënë në funksion. Më në fund, nxënësit e kësaj shkolle nuk do të vuajnë ditët e ftohta të dimrit. Ka qenë një ndërhyrje ndërmarrjes bashkiake numër 3 në kryeqytet që ka vënë në funksion kaldajën. Edhe pse montimi i sistemit të ngrohjes ishte bërë që në vitin 2004, ai nuk ishte vënë asnjëherë në punë pasi kishte pësuar një defekt, riparimi të cilit në fakt ka kërkuar vetëm pak kohë dhe një investim lehtësisht të përballueshëm. Bëm një kërkesë ndërmarrjes numër 3, thjesht si çdo vit. Pam që përpjekja dhe mbështetja e tyre ishte surprizuese. Fundi i javës së kaluar dhe shtuna dhe diela është bërë punë e papame nga gjithë oponensit. Është bërë prova e parë, sikur ka funksionuar. Në shumicën e klasave është okay, domethënë është shumë mirë. 2 laboratore kanë pas probleme të vogla, po që të fundjavë shpresojmë, që na thonë specialistat, që do marri drejtim, domethënë është gjetë defekti, sikur është. Kemi marrë dhe furnizimin me naftë që bëhet nga bashkia dhe themi që nga java tjetër do funksionoj. Nxënësit tregojnë se vitet e kaluara gjatë dimrit përdornin rezistenca ose furnella të cilat ishin edhe të rrezikshme, por në klasat e mëdha këto nuk mjaftonin për të ngrohur të gjithë ambientin. Duke qenë se kaldajt nuk kanë punuar, ne ngrohemi me mjete të ndryshme si për shembull me rezistenca, cilët ishin në çdo klasë dhe i blinin vetë. Kemi pasur disi ftohtë sepse për të ngrohur një klasë ku janë shumë 36 nxënës ose më shumë, është pak e vështirë që një mjet të si rezistenca që është i vogël të ngrohë gjithë klasën. Më parë në shkollën tonë sistemi ngrohjes nuk punonte, ndaj ne zakonisht ngroheshim me mjete rrethanore, që nuk ishin, mund të themi, përshtatshme. Mendojmë se këto ditë ftohta nuk do jenë më pranishme mes nesh. Përmirësimi i kushteve të shkollave në kryeqytet bën pjesë në prioritetet e Bashkisë së Tiranës. Prej muajsh, bashkia ka nisur njëkohësisht një aksion për përmirësimin e kushteve të sigurisë, duke vendosur sinjalistikën e nevojshme rrugore dhe kangjëllat mbrojtëse.